100 gra juriste mbështesin heqjen e imunitetit dhe gjithashtu kanë dhënë mbështetjen e plot për draftin e propozuar në kuvend. Zëvendës ministre e drejtësisë Brikena Kasmi u shpreh se duhet i themi jo korrupsionit në gjyqësorin shqiptar dhe të japi mundësi për të patur ligje më të mira bazuar në eksperiencat e ekspertëve ndërkombëtar. Konferenca e sotme në fakt është dëshmi e gjallë e rolit aktiv të gruas në vendimarrje. Është dëshmi e gjallë të mbështetjes që 100 gra juriste kanë pro heqjes apo kufizimit të imunitetit. Drafti miratuar në fakt me konsensus është një mekanizëm, është një hap i parë. Jemi vonë në luftën kundër korrupsionit, në heqjen dhe në kufizimin e imunitetit. Dëshiroj në fakt që t'i them të ftoj dhe pa diskutim të kërkoj nga zoti Rama që të lejoj deputetët e opozitës që të bëjnë detyrën e tyre. Pushteti legjislativ është ai që bën detyrën në kuadrin e miratimit të ligjeve, në kuadrin e ofrimit të një, do thosha, kuadri të mirë rregulluar. Kjo konferencë është mbajtur në kuadër të 100-vjetorit të pavarësisë, ku kanë marrë pjesë gjyqtarë të shkallës së parë të apelit, krimeve të rënda, gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese, avokat, noter dhe drejtues të administratës së lartë të institucioneve publike.